Cili është reagimi i parë pas marrjes informacionit që në ka lutur ka një orë masive komunitetit të trupit të Radin? Siç e dim që gërmimet janë duke zhvilluar prej disa ditësh dhe vazhdojnë ende sot duke punuar në drejtim për zbardhjen e fatit të pagjeturve, që dyshohet janë një grup nga 23 persona, në të cilin grup është edhe babai im. Atëherë nuk dua të paragjykoj dhe të spekuloj, përderisa nuk kemi ende ndonjë rezultat konkret dhe rezultat zyrtar nga institucionet përkatëse që janë duke bërë punën e tyre. Por sido që të jetë, shpresoj që të ketë rezultate në fund pozitive sa i përket këtij grupi dhe jo vetëm, dhe në fund të gjenden jo vetëm ky grup, por secili person i zhdukur që nga lufta e fundit në Kosovë. Çfarë do të thoshë për ju personalisht, për familjen tuaj që keni 27 vjet që e kërkoni trupin e babait, do të ishte një qetësi shpirtërore pra nëse identifikohet trupi? Siç e kam thënë edhe më herët, dhimbja nuk është që do të na pushoj, përderisa të zbardhet rasti në tërësi dhe të gjithë autorët që kanë qenë pjesë e këtij krimi të gjykohen dhe ta marrin dënimin e merituar. Normalisht që është një lehtësim i madh për neve si familje, por përsëri dua të them që përderisa nuk kemi rezultate zyrtare nga organet përkatëse dhe nga mjekësia ligjore, atëherë mbetemi me shpresë vetëm që të ketë, domethënë, vazhdime pozitive në gjendjen e këtij grupit që dyshohet që të jenë në zonën e Zubin Potokut. Në gjithë këto vjet, ju e keni kërkuar vazhdimisht, pse besoni se s'ka pasur rezultate në gjetjen e këtij trupi? A ka pasur ndonjëherë dyshime që këta trupa gjenden pikërisht në atë zonë, në atë fshat të Zubin Potokut? Fillimisht dua ta falenderoj çdo lloj institucioni që është duke bërë punën e tyre me përkushtimin më të madh të mundshëm, jo vetëm tani, por edhe në të kaluarën. Nuk dua të futem në detaje të së kaluarës se pse nuk është zhvilluar deri tash ky rast. Kemi pas informacione në vazhdimsi sa i përket këtij grupit, qoftë nga qytetarë, qoftë të ndryshme, por është, si të them, një drejtësi e vënuar, por me rëndësi është në fund të gjenden dhe të dimë se ku po shkojnë jeshnat e më të dashurve tonë. E fundit, nëse shkurtimisht më fal, e di që është vështirë nëse mund ta kthesh, pra ajo çfarë disa vjeç ke qenë për rrethanat e humbjes së babait, pra si është marrë nga shtëpia, si është bërë pjesë e grupit, çfarë ka qenë, ku ke qenë ti, nana, nëse mundesh pak me rrugthyrin? Qysh në fillim të luftës në Kosovë, mbaj mend disa kujtime që i kisha nga ajo periudhë, edhe pse kam qenë vetëm 9 vjeçar. Me babain jemi nda qysh në fillim të luftës, për shkak të situatës dhe për shkak që ai ka qenë në vazhdimsi i përndjekur nga forcat policore. Takimet kanë qenë shumë të rralla, them disa minutë ose disa sekondë për shkak të që nuk kam mujnë të lëviz lirshëm. Momenti i fundit kur e kam takuar ka qenë disa ditë para zhdukjes së tij.